Heroin dhe heroinat e luftës zakonisht I shohim dhe I portretizojmë me armë në dorë apo me shpatë në dorë në të kalumen, po heroin dhe heroinat të luftës e të paqes ka edhe prej tyne që nuk janë me armë, madje ato dhe ata në përgjithësi janë shumë të fuqishëm, me zanin, me guximin, me kurajon e tyne për me tregu të vërteta të luftës, të cilat shpeshherë nga shoqënitë që kanë një mendësi patriarkale dhe paragjykuse, shpeshherë tendojnë të fshihen. Njëna prej heroinave të luftës e të paqes, sot për herë të parë në shteg me Dibranin, Vasfije Krasniqi Gudman, e cila na ka nderu shumë me prezencën e saj, edhe unë personalisht e kam obligim kështu edhe moral, me ju thonë që keni mbjell një kurajo e një guxim e një shpresë të shumë gjenerata në vend dhe jo veç në Kosovë, po besoj edhe jashtë kufive të Kosovës, me guximin edhe kurajon e juaj për me rrëfy për ato që ka ndodhur në luftë edhe nga ajo perspektivë që thashë na shpeshherë mundohemi si shoqëni me mshef duke janë gjitë këto stigmat e paragjykimet. Shumë faleminderit, jam shumë I nderuar që gjendeni sot me mua në shteg me Dibranin. Faleminderit shumë për ftesën. Zonja Vasfije, unë e kam pas një perceptim edhe një bindje që kur ndrojnë konceptet ose nocionet për ato se që na qysh I shohim grupet shoqënore ose qysh I shohim fenomenet, ndron edhe mendësia ose na I ndrojmë fjalë që I përdorim për një fenomen, për një dukuri, për me ndru mendësinë shoqënore. Nuk ka ndodhur prej nesh, është një lloj ndryshimi I nocioneve globalisht në shoqënitë që mëtojnë me pas progres edhe përparim, që viktimat e dhunimit seksual të mos quhen viktima, po të mbijetum të dhunës seksuale, edhe kjo me automatizëm ta krijon një mendim pak më ndryshe se sa kur thu viktim. Tashmë nocioni, si me thonë, koncepti ose fjalia që zyrtare që ose ma e përafërt që na I referohemi atyne që kanë përjetu ngjarje të tmerrshme përgjatë luftës dhe janë të mbjetum edhe për shkak që kanë pas guximin e forcën me vazhdu tutje. Ju jeni njëna prej të mbjetumeve të dhunës seksuale në Kosovë, edhe ju keni rrëfy shumë shpesh edhe gjatë, edhe keni pas çdo herë më shumë forcë me rrëfy atë që ju ka ndodhur. A ndjeni sot veten edhe më të fuqishme, si më thonë, edhe më të fortë, ose a ka një prerje, nëse mundemi me gjyku kështu, para se ju me marr forcën me tregu dhe pasi që keni marr forcën me tregu atë që ju ka ndodhur juve? Shto sfare na prapë se prapë jena similisht në Kosovë edhe kudo tjetër na jena viktima një krimi. E të mbjetura, aja mbjetesa është lloj-lloj. Na kemi edhe shumë viktima që nuk janë sa të manë mesin tonë, se ato kanë vdek ose kanë bërë dhe vetvrasje. Për mu është që besoj që kam qenë e fortë që 27 vitet e fundit, po jo që jam e fortë çdo herë, se dhënë shumë shpesh bi poshtë. Me zhditna me atë që më ka ndodhur, lodhna me padrejtësinë që mu ka bërë mua dhe shumë viktimave tjera, dhunës apo secilit krim që ka bërë Serbia në Kosovë. Se drejtësia në Kosovë është një diçka që është dhunueshëm, edhe nuk është e përfshirë për të gjithë njëjtë. Po, në kisha zonja Vasfije që pa asnjë tendencë, me thonë, nuk ka ndaj kuptim që me minimizu atë që kanë përjetu personat përgjatë luftës, sepse është traumë e madhe shoqënore. E kisha edhe në kuptimin që ju dhe rasti ju I keni dhënë një shembull
se si duhet në fakt me u përball me agresorin, edhe pas shumë vitesh përballeni me vetvetën dhe ato që keni përjetu. Natyrisht çdo kush e përjeton në mënyrën e tij ose të saj ato që ka ndodhur, ju keni marrë forcën me u përballë në mënyrën që e keni bërë tash e sa vite. Po para pak ditësh unë e pash një postim t'juajin që në fakt keni dasht ose keni bërë një përpjekje me pas edhe një përballje me vetë vendin ku ka ndodhur ajo ngjarje makabre e rastit t'juaj, edhe diçka në ato momente prap nuk ju ka leju me hy te njëna prej shtëpive ku keni dashur me hy para pak ditësh, edhe ku ka ndodhur rasti makabër që në fakt në një formë ose tjetër e ka përcaktuar shumë jetën e juaj, edhe në atë qysh keni vazhdu ju rrugtimin pas asaj ngjarje. Po aja ishte dje, fakt do të më kthy pak ma herët për me vizitu vendin se ku ka ndodhur krimi. Qysh në 2019 me 14 prill, ne kemi shku në Babimas, ku ka ndodhur dhunimi i parë, ka qenë shtëpia ato, kemi shku me organizata, edhe prej ato ne kam kërku që dita 14 prill të njetë si ditë memoriale për viktimat e dhunës seksuale. Po shtëpia dytë është që nuk e kam vizitu më herët, po për mu se ne kam edhe familjar në anën e Voshtres, edhe është një diçka që sara ka marrë në atë rrugë që 27 vite, nuk ka ndodhur në të bija saj dhe mos më kujto se çka ka ndodhur pikërisht në Babimos me 14 prill të 99-s. Edhe dje, kështu o zgjova pak, isha shumë me lodh, isha mërzitur edhe me shoqen time Elhame Moçollin, u takonom për kafe, edhe unë vesh se janë isa kështu edhe me dëshprime, po thon përgjithësi njerëzve ku ta dijone. Isha mërzitur edhe thash, Elhame thash ku vendos me shku në Babimos. Thash, po ti mos hajde me mua se unë ja di dhimbten që e ka Elhamja, edhe unë beson dina shumë shpesh e turprunës se sa e ligë unë jam para Elhames. Se Elhama ka jap shumë për Kosovën. Po kjo nuk la vet. Edhe qëllimi ishte që me shku në dhomen, po ku ndodhi krimi i dytë. Po kur shkon në Babimos, ato kishte qenë një serb, të punu në barm, edhe nuk dashta mu ballafaqu me ta për të hyrë atë në dhomë, po Prap ishte shumë e situatë e rëndë për ju, se prej shtëpisë të parë se ma shtëpia por nuk ekziston, është ndërtu biznise tjera ku nuk ekziston. Edhe unë prej aty e të rregova Elhames që krejt në detaje se çka ka ndodhur në shtëpinë e parë, edhe çka ka ndodhur në shtëpinë e dytë, edhe është një diçka që përveç që kom fol me psikologen, familjen tam të ngushtë, edhe kur them të ngushtë me vllazni e motra, edhe kur jam ballafaqu me gjërin 2013, është një diçka që çdo detaje nuk i kanë dëgju kërkosh tjetër përveç që kom dje me Elhamen. Edhe kena vazhdu rrugtimin në Stanovs, fshati ku jam lindone, ku jam rrit, edhe kam treguar edhe ato se qysh kur më kanë kthyer, qysh krejt çka ka ndodhur. Është, beson nuk është e lehtë mos me mujt me ik prej mendjat që ka ndodhur, po prap unë më do të me qenë fort, jo veç për veten time, për viktimat të tjera. Se mu dorëzone nuk është mesazh i mirë për viktimat tjera. Unë kur kam nis këtë mision, këtë kauz në 2018, unë nuk e kam ditë që kam e pas ndikim kaq të madh, shoqërinë tonë, familjen tona. Unë e kam menduar që unë veç do të lirona për asaj që më ka ndodhur, të foli me dikën, nuk e kam prit, edhe për krahun e shumë që kam, po nuk e kam prit edhe ndryshimet që kanë ndodhur pas 2018-s në shtetin tonë. Sonja Vasfia në fakt nuk është asnjëherë e tepërt me u përmend, edhe këto po shpresoj që e kuptoni se çfarë përmasa për një men ka arrit me bo edhe me pas, se më thonë, ndikim rrëfimi edhe veprimtaria juaj për gjatë këtyre viteve, edhe Elhamës dhe të tjerave viktima e të mbijetume të dhunës seksuale në Kosovë. E përmenët, na e kemi ndëgju rrëfimet edhe
nuk e di nëse është, si me thonë, tash brenda jush, një forcë që sa herë që i tregoni edhe rrëfimet shkon duke u bë edhe ma e madhe, si me thonë, me që jo te kalim që nuk është termin është ma i duhun, po përballja me ngjarjen dhe me veten mundet me mri çdo herë një kurajo ma të madhe te njeri. Na kemi ndëgju rrëfimet, sidomos për ato që kanë ndodhur në kronologji, domethënë tek shtëpia e parë dhe shtëpia e dytë që po i referoheni ju. Ndoshta për hir të shikuesve, nëse ndiheni ju rahat dhe komod me nda diçka për shikues dhe për neve, kjo nuk është me asnjë lloj detyrimi e sforcimi se na nuk e kemi atë levë, se më thonë ndorë me bo nda jush, as nuk po du që edhe vetë platforma jonë me u shëndru në një platformë që më tënë, si me thonë, me konsumu rrëfime veç për hir të konsumimit edhe vizual. Nëse ju ndiheni rahat me na tregu edhe ngjarjet, edhe shtëpisë parë, edhe shtëpisë së dytë që po i referoheni, e di që keni pas mandej një kohë që keni imigru pej Kosovës, në fakt edhe kjo ka qenë për juve ma shumë si një tendencë më maratis prej asaj që ka ndodhë, po thash si do që njiheni ju se po e shoh që edhe tash është kogja e rëndë, si me thonë. Është rëndë, se në sarë që të flasë ato që më ka ndodhë, është një diçka që unë e përjetoj, prej fillimit se që ka ndodhë me atë ditë, po pak në pika të shkurta, unë e shanë stanos me nanën, ishte gruaja Axhës ato, me fëmijën e vet, edhe kur u morra nga polici serb, që ka qenë me uniform, edhe u mor dhe me ka i tha që këmë shku me jep deklarat, se ku është babaj, për babën tim dhe vllaznin e mi, po ndodhe kundërta, nuk vazhdojnë rrugën për Llushku, ka qenë stacioni policor që dhe me jep deklarate atje, edhe kër më ka dërgu babi mos në shtëpinë e parë, është një diçka që nuk është shumë vështirë, veç me mendu se jo dhe me përsërit sa herë, po ndodhi dhunimi i parë edhe pasanej. Ju ishe dhe 16 vjeç. Unë kam qenë dhe 16 vjetë, edhe me Elhamën dje kur bisedona, unë së ndina shumë keq për nanën tem, së në jam nanë vetë, i kom 2 vajza. Edhe qka do të thot me ta marrë armiku, fëmijën prej dore, edhe mos me mujt me bëkur gjëhesh me i dalë ndim edhe me mbrojt. Është një diçka që unë shpesh tham, që nana jam ka vdek prej zemrës plast. Pikërisht prej rastit, se që më ka ndodhë mu. është shumë e rëndë në fakt edhe më po shpresoj që nuk vjen ajo ditë më kurrë, ato periudha nuk ndodhin më asnjëherë. Thënë na kemi qenë plotësisht të pambrojtur si shoqëni, edhe në fakt unë vetë personalisht për çfarë sa kom dëgju rrëfime dhe jem mundu me zhvillu në maksimum empatin për ngjarjet që kanë ndodhur, edhe me kriju ndoshta një vetdije si shoqëni që ajo që kemi pas në dorë më shumë mas luftës, i zhdasht neve me na vetëdijsuar si shoqëni që për hir të sakrificës e të vujtjeve që kemi pas, me qenë, si me thonë, ma të preokupum me ato që ka ndodhë në shoqërinë tonë kur vetë i kemi levat në dorë. E thash edhe në fillim, unë kom pas shumë shpresë që vetë institucionet tona kanë me trajtu shumë ma seriozisht situata që kanë ndodhë në luftën edhe rasti juaj, te na për shembull që unë jam 96, edhe te na ka
ka rikriju se kanë gjizë një memorje kolektive se çka kemi përjetu na si shoqëni në përgjithësi prej okupatorit serb. Për e thash për shikus edhe patjetër që përjetimi ju i mandej shkon në këto nivele që e keni shumë ngjarje, si me thonë, edhe tragjike edhe tron kur e mendoni. Kjo shtëpia e dytë në fakt ishte edhe një përjetim tjetër i radhës që nuk u ndal me të parin, edhe ish një traumë dhe një tronditje e shtesë për juve, masi që veç na tregut për fillimin e asaj që ishte ngjarje makabre dhe tragjike, po i referohem shpesh kështu, sepse ashtu është. Gjithë dita 14 prillit ka qenë përjetime të ndryshme edhe trauma të ndryshme, se jo vetëm një traumë. Po traumat prap jo që nuk jeken, por i traumatizohen viktimat prap. Se për mu ka qenë edhe shumë e vështirë mu ballafaqu në 2013 me personat unë isha në Amerikë, u majtë seanca gjyqësore, edhe kjo shumë përmes kështu video konferencës. Online. Edhe për mu aja ka qenë nuk më jesë si me përshkrua, kisha vllahën e tretë ato patar për Gjermanie për mu qëndru ofër për për mbështetje me pas isha e vetme në atë kohë, vajzat e kisha ma të vogla. Edhe ka qenë shumë vështirë për me deklaru krejt ato që më ka ndodhur para vllatim, se është dashur me hi në shumë detaje. Po, vetëm të them pak, se nuk du me hy hak në skojt, lufta që ka ndodhur dhe krimet që janë bate civilt është shumë më ndryshe se për ata që kanë vendos me vdek për lirinë e Kosovës. Unë vetë kam pas vllahën ushtar në Drenicë, edhe ai me vetdijet plot e ka jep betimin me vdek për Kosovën. Po na civilet nuk e kemi pas, s'kemi mujt as me mu vetmbrojt me kur gjoheq, po sidomos kur vjen puna për të fëmijët. Se ka ndodhur, më kanë thonë dhe shumë shpesh, njerëz ndryshëm, apo ki shumë emocione, dosh me harrua, dosh me marrë me jetën, me vazhdu. Është shumë e vërtetë që jeta do të me vazhdu, edhe e du jetën, po një 16 vjeçare me rëndor të armikut, besë nuk është një diçka që muna në vesh tashti me i nale, me i lëshu emocionet e mija. Se është shumë e vështirë me jetu me ato se që ka ndodhë. Para 14 prillit, frikën më të madhe ke shumë vdekjen, apo na vrojnë serbët, apo na masakrojnë. Por pas 14 prillit, vdekja është aja që do isha më shumë ti, se nuk do isha me jetu me atë që kam ka ndodhë. Falsës. Është shumë e rëndë dhe prejkë, se nuk e di kush e ka atë kutësim për shambull me thonë që me u drejtu një viktime, një të mbijetume të dhunës seksuale ose të qarë do lloj përjetimi të rëndë që ka pas, për me udhëzu dikon tash në qatë mënyrë me thonë hajde harroje se e thatë edhe jo, nuk është as pak e lehtë, e në fakt nështë ta nuk duhet as mu harru në kuptimin që ajo duhet me u shëndru në forcë, që që keni po edhe jo. Këto ngjarjet e rrëfimet, ju thash, besoj ma kuptoni që është prej thellësisë së zemrës, që sa herë që na i kemi ndëgju, sidomos nështë se na nuk mujmë me dalë prej lëkurës, ose nuk mujmë me dalë krejt prej asaj që përbëhet edhe shoqënia jonë. Mu përveç rrëfimeve që në vetvete janë tragjike, mu më ka impresionu në fakt edhe ajo që ju e keni
ju e keni kuptu se çfarë këto rrëfime dhe çfarë këto ngjarje çfarë roli kanë në shoqëni. Edhe e di që me siguri keni taku shumë njerëz, tash unë po bëj ma personale në kuptimin që me ju tregu edhe për vete çka kom nxjerr edhe reflektime, edhe mësime, edhe guxim prej intervistave t'juja që i kom përcjell gjitha në masë të madhe. Është njëna prej tyne kur ju thoni që kemi qenë në një situatë të pambrojtur për një agresori të tmerrshëm që ka kryer krime makabre, edhe jemi përballë me ato situata. Po tash jemi në paqe dhe në liri, edhe dhunimet, ngacmimet, vrasjet e grave vazhdojnë me ndodhë. Më thënë, kush na ka fajt tash, që na prap vetës në një farë forme i shkaktojmë dame, dhe ju e dini shifrat janë enorme që mos më buve shifra ato të vrasjes së grave në Kosovë dhe pas luftës. E ndoshta kjo, thoni Vasfi, është një lloj aktivizmi që ju e keni bo për me na ndërgjegjësu që dhuna me bazë gjinore mundet me ardhë për një agresori, po mundet me ardhë për vetë brana shoqënisë që e pretojmë na në Kosovë sot edhe po mundohemi me luftu sa ma shumë dita e ditës. A ka të bëj kjo edhe me paragjykimet edhe me mendësinë shoqënore, me siguri të rasti juj, ajo që e thatë, ju kanë thonë harrone, është se neve na duket që atin ajo që është që përmendet shpesh me shtinër të pe plunin, se mos na shohin tjertë. Gjithherë kemi një lloj preokupimi çush po na shohin tjertë, mos dokemi si viktima, mos tregojmë që ka dhunë familje, të mshifemi, po këto fenomene kur po shpërthejnë, mandej po buen alarmante, enorme, të pakontrollueshme. A mendoni që na duhet me bëni përpjekje dhe çysh duhet në fakt me qenë ajo përpjekje për me te kalu këto situata trana që kanë ndodhur ose ndodhin, ose më mundu mi minimizu si shoqëni? Po, dhuna edhe vrasjet nuk ndodhin vetëm luftë, ndodhin pas kudo, unë jetoj në Amerikë, ndodhin edhe atje. Po Kosova është vend shumë i vogël me i pas që këto vrasje të grave. Po me atë që unë është shumë e çuditshme se çdo herë fajsohet femra. U dhunu femra, gjojnë arsye pse tek u dhunu, e jo me fajsu atë që e bani krimin. Femra i ka fajet kudo. Po mendoj që kështu e perceptojnë shqiptarë, shoqënia jonë. Po edhe është, na kemi dalë prej lufte. Edhe është në diçka që shumë pak prej neve e kanë trajtu traumen e luftës, e kemi lënë anash veten, ja kemi nisë më marrë me gjëra tjera dhe me gjëra shumë të kota. Ka shumë njerëz që jo që kanë harru veç luftën, po edhe këto krimet që po i bajnë, se edhe gjykimet nuk janë tashpra për një vrasës, për një dhunus. Në Amerikë është një sistem pak më ndryshe. Po nëse një dhunus e ngacmon një të mitur ose një diçka, aje ka me qare dokument me shkru që është dhunus e të miturve. Kosovë të jam shefin emrin, është kjo nuk do të me ndodhë, nuk do të me ndodhë, po është shteti do të me bëma shumë, shoqënia jonë do të me bëma shumë, po dhe me jap hapësirë personave që po dëmtojnë me folje shumë. Isha para do dite në Prishtinë dhe po më nalë një grup. Pa e ke më shune, edhe po të regonë se se kanë dhunu, edhe kështu më qasë, tha ty ta kanë bo serbe, tha mu ma kanë bo tonët. Edhe në aqke që jo më driva, dhe qysh më doke, edhe nuk ka se ku më lemru, se i thonë që jesë shumë e rrezikshme nërse i dënënëson personat. E përsa të mbrojnë në dhënusit, këto kanë me ndodhë gjdo herë. Se ka shumë, jo vetëm për dhënus, po gabimet që abonë Kosovë pa drejtësit, që shumë njerëz e dinë, po nuk fletë kërkosh se nuk e kanë godimin më balla fashu me qatë person që po i kryon këto, se mi thonë këto krime, këto gjëra. Vasfi, në fakt në vazhdën e kësaj edhe këtij diskutimi, mu ka dokni fjalimi juaj në përgjithësi edhe është impresionues edhe shumë frymëzues fjalimi në Kongresin Amerikan. Aty ka mujt me vërejt ndoshta në masë më të madhe se qysh një mbjetume e dhunës seksuale ka gjetë forcën me u përballë me ato që ka ndodhur.
Ndër të tjera, aty thoni që ata që kanë kry krimin, ata që janë agresorët e rastit edhe ngjarjes t'juj, ata studion tu më shef, e unë jam sot duke fol para juve dhe para gjithë botës, se në fakt ju jeni triumfusja e vetë ngjarjes. Ndonëse se edhe shoqënia, edhe agresorët, edhe kushdo tjetër ka mujt me ju pa si viktim, po në fund ju keni triumfu duke dhënë një fjalim shumë frymëzues në Kongresin Amerikan, edhe që ka bo buj në krejtë mediat ndërkombëtare. A ju erdhë kështu natyrshëm me gjetat formulim, unë njaftushëm munona për shembull me lexu, me studiu edhe nuk t'vin formulime t'atilla shpeshherë. Domethënë ju e keni bo një kthesë teje të madhe të rëndësishme me vetë fjalimin, po për mu për shembull si vëzhgues i çështjes edhe vëzhgues i asaj që i veprimtarisë juaj në përgjithësi, mu ka dok një fjali fascinante në përgjithësi dhe fjalimi komplet në kongres që e keni pas. Për mu është në diçka që unë çdo intervistë, çdo fjalë që të flas, unë folje prej zemrës. Edhe hiç nuk më pëlqen, nuk e kam dikush nëse detyrohet me më thonë jo thuaj kështu, thuaj ashtu. Se unë kur folje rastin tem për ato që më ka ndodhur, për drejtsinë që kam kërku, për rastin që kam lajmëru qysh nestrit kur ka ndodhur rasti, në 15 prill kam shku në shtator QK-s në anën tonë edhe kam lajmëru. Se qysh prej asaj kohe u ka në diçka që e kom ndje me zemër me shpirt që mu ka bani e pa direkt, një diçka jashtë njerëzore që është bate një fëmijë, edhe nuk është që jam shef pas asaj se çam ka ndodhur. Po edhe ta që 27 vjet pa më parasysh para se me fol në Kosovë 2018, është një diçka që unë çdo rrethim me voj prej shpirtit, çdo fjalë del prej shpirtit, prej mlef për asaj që më ka ndodhur. Po faleminderit për ato fjalë që po i thon kongres ka qenë një ditë. O kanë shumë ditë rëndësishme, se nuk ju jepet mundësia çdo kujt me shku me fol në Kongres Amerikan, edhe me dëshmu për atë që ka ndodhur Kosovës. Po, të më thonë, na jemi unë po flasë për vete, po nuk e di nëse dikush në atë ditë nuk unë një krenar për përfarsimin që na e keni po, edhe për atë në fakt që është dasht na me i tregu botës, kemi qenë viktima dhe jo agresor, se ajo është pa dhe ka pas interpretime normal prej agresorëve që mundohen me na paraqit që na në fakt kemi bo një lloj revolte dhe terrori. E kjo edhe rasti edhe rrëfimi juaj edhe shumë ngjarje të tjera të rënditse të njerëzve që kanë pas guxim me fol, edhe me tregu para botës që na kemi luftu, kemi sakrifiku shumë edhe kemi vujt shumë për lirinë edhe pavarësinë që e gëzojmë, kështu që po du me ju falenderu edhe tash prej zemrës për krejt kontributin dhe angazhimin që e keni po për gjatë viteve. Unë e thash në fillim, e di që ka qenë përjetimi i rënd, e di që keni pas me siguri shumë net pa gjumë edhe të rënditje prej asaj, edhe mande keni gjetë forcën e kurajën me tregu rastin e juaj. Ekziston zonja Vasie një lloj perceptimi që institucionet të ne megjithatë kanë bo një punë, ose organizatat jo qeveritare që e në marrë me çështje të luftës në përgjithësi. Unë nina gëgja i lëndum ose i prekun në kuptimin e asaj që na ka shumë vjet mas lufte nuk kemi hala institute, është themelu instituti për dokumentimin e evidentimin e krimeve të kryme gjatë luftës, po si ka mundësi që e para si shtet, mandej si shoqni, me bu ka shumë neglizhencë për përjetime dhe ngjarje kaq të rana dhe të rënditse. A ka qenë 2018 për juve, si me thonë, ndoshta fillimi i asaj që keni dasht me
me paraqit në publik edhe para tjerëve, apo ka pas tentativa edhe të mahershme ku ju keni thonë që ndoshta duna mu adresu dikon, ndoshta duna me gjetë një derë për me trokit, edhe për me bo rastin e juj edhe kauz të përgjithshme, se që kjo është ma e rëndësishmja. Apo ka qenë 2018 momenti kur keni fillu me u angazhu? Unë se shtash edhe ma herët, 2018 ka qenë ato kur kam vendos, unë për me dalë me folë publikisht, është një diçka që unë qysh në 2017, ka mesi 2017 fundi, kam lyp kontakt me kryetësitën edhe e kam sqaruar se çu shumë ka ndodhur dhe kam thonë që jam shumë e gatshme me jap një intervistë. Edhe pastaj ne kemi bë planin me Feride Roshitin se kur po vendosëm me dal, edhe kemi vendosur që me dal me 18 prill, me 18 tetor për shkak që ka themelimi i shoqatës për vjetorin. Edhe unë nuk e kam prit që të ndryshëm pas 2018 kur e kam kuptuar se si ndihen viktimat, çka bën shoqëria për viktimat, çka bën shteti, është një diçka e pabesueshme. Na jena ku jena sot, fal punimit të organizatave që kanë shtypur para këtë kauz, edhe me bë ligje, se ligjen as nuk kena pas më herë për këtë kauz. Neve Kosova, si shteti i Kosovës, si viktima nuk na ka njoft neve deri në 2014. Kur kam kërkuar në drejtësia kur është më humbur në 2013, është një diçka që është shumë e vështirë me lyp drejtësi, edhe me marrë dikush dënimin e meritun, kurse shteti dhe me këta që këto nuk ekziston këtë krim, se fakt shtetis na ka njoft neve. E këto ka ndodhur ndryshime në 2018, është bë komisioni për verifikimin e viktimave, ka shumë jo shumë, është numër shumë i ulët, dikon rreth ma pak se 2000 viktima janë që e gëzojnë statusin. Po 20.000 përmbi ose rreth 20.000 ose. Po, na folën për 20.000, nuk është një numër që ka shpiv Kosova, është ndërkombëtar që kanton Kosova i ka 20.000 viktima, e kur të krahasojsh me pas 2.000 viktima që marrin statusin, ajo është pak, nuk e di pse po ndodh ajo, po ka viktima që edhe nuk dojnë as mu lajmëru në për shoqata. A është kjo për shkak të stigmës paragjykimit, shoqënor ndoshta? Edhe familjar. Se është puna që nëse një viktim kërkon statusin, nuk ka nevojë me ditë kresh shoqënia, po është familja, ruan prej burri, prej fëmijëve që nuk guxojnë. Ka viktima që presin derisa aty vdes burri ose nënën e kundër, se na kena viktima në dy anë, kena edhe meshkuj edhe femna. Po unë prapë është familja që e faqsoj baja gema shumë se gjithë për jo për krojën që e kanë viktimat rrethin familjar. Se familjarët janë ata që të demek e shtin ata plonin nërë të pje dhe nuk doj me folë. Ka shumë pak viktima që kanë për krajën e familjes. Kështu që, po Kosova duhet me bëdhe ma shumë. Po, ka ndryshu gjëra, ta shti kena 4 Serbë që kanë marrë dënimin e merituar, kjo ka ndodhur vetëm në 21-ën. 21-ën nuk ka pas asnjë Serb që është dënuar për krimet e dhunës. Tashti kemi unë fakt që presidenti Vjosa Osmani ditën 14 prill e pas shpall ditë memoriale për viktimat e dhunës, që është 23-ën, edhe është një diçka që du ta falenderoj se ka qenë një kështu një step, si thonë një hap, shumë i dorë për gjitha viktimat e Kosovës. Edhe pastaj në 2024 më ka emëruar Special Envoy, e dërguara speciale për dhunë seksuale në Kosovë. Jo më emëruar nga presidenti Osmani, edhe tash e kam të vazhduar nga Haxhiu. Është një diçka që Kosova me pas viktimen prej një 16 vjeçare që ka ndodhur në 99-ën, e tash mas 27 vjetë pas luftës me pas zyre presidencë, është një diçka që ja vlen mu për Kosovën, është një hap i mirë, edhe ja vlen me lavdru që ka bë Haxhiu këtë për mu. Vërtet, zonë Arsniqevi, që unë e kisha në atë kuptimin edhe në atë trajtën që ka mundësi, tash unë nuk po du me mohu përpjekjet që i kanë bërë institucionet, po ka mundësi që institucionet mos me i parapri asaj që duhet me qenë një shtrirje e infrastrukturës ose përgatitja e terrenit. Ju e thatë nuk ka pas ligj para mendo, edhe pse është ditë që të na ka kategori të dhunës, domethënë që kanë përjetuar dhunë seksuale, ka viktima të natyrave tjera, edhe ligji në fakt nuk i ka para pa kjo. Do thonë,
edhe ajo dokumentimi i luftës e i memorjes kolektive në përgjithësi, po duket që njëherë po vjen për personave që kanë guximin e kuraja në vullnetin për me tregu ndodhitjet e tyre, mandej po përgatitet një lloj infrastrukture shtetërore. Po gjithsesi, a mendoni që edhe organizatat që janë marrë me çështjet luftës në përgjithësi kanë pas këtë rolin që me shty përpara atë që ju e keni merituar, domethënë edhe me pas statusin, edhe me qenë me qenë zoni i shumë viktimave të mbjetumve që kanë përjetuar ngjarje të rënda. Domethënë ka qenë edhe një lloj shtytje që e keni marrë prej organizatave edhe prej institucioneve në përgjithësi. Po nëse që të theka ma heret, falë organizatave na jena shëtu ku jena, soj përket ligjeve dhe ndryshime për viktima. Soj përket gjërave që kanë ndryshu prej 2018-ës, unë e besoj që po, rasti jam, edhe me unë që kanë vendosë vetë me dalë me folë publikisht, është një diçka që i ka shtyë edhe politikan me marrë këtë kategori të luftës, pak ma primare se nuk i na kanë, për ta nuk i na kanë njëfshme. Dhe të mu këthy pak se kur kam vendosë unë me dalë me folë publikisht, është një diçka që unë me rrethin familjar me shoqëri nuk është një diçka që nuk e kom shprej lirë shumë se që më ka ndodhë në 99-ën. Po nuk është një diçka që mu ma ka imponu se më ka shty dikush me dalë me folë publikisht. Unë këtë vendime ka marrë vetë, me vetë besim edhe me bindjet plot edhe me përkrajnë e familjes tam, edhe kom kontaktu kërët të tërnë edhe kom thonë që unë du me dalë me folë publikisht. Ju po insistoni Zenja Vasie që përkrahja e parë themelore duhet me ardhur prej familjes, sepse e kemi e përmendëm ma herët edhe na e kemi atë lloj droje që mos njihet familja e turprume, mandej kur tregohet rasti, kështu po insistoni që familja me qenë shtysa ose mbështetja e parë për ata që kanë përjetuar ngjarje të rënda përgjatë luftës. Në përgjithësi se mandej na kemi me folë besoj pak edhe për periudhën pas luftës edhe atë që ka është dashur me bëna na si shoqëni. Po besoni që prap familja është celula kryesore që rreth i ngushtë duhet me ta jap ty përkrajen që ti me shpreh lirshëm. Edhe tash nëse viktimat hezitojnë nuk do me fol. Do me thonë me pas na 20.000 viktima se cila me dalë me fol publikisht. Po kur të kanë lirin më shprej me familjar se çaj ka ndodhur, është një lehtësim i shpirtit, se është një diçka që na ka ndodhur neve jashtë dëshirës tonë, e ka bërë serbët dhe na nuk duhet m'ia fal serbët. Edhe familja nuk dohet që shtë në këtë mundi të hërshme për ato që ka ndodhë, sa e ka qenë armikojone dhe ka bërë çka ka dashur. Viktima nuk e zgjedh në asnjë formë me qenë viktimë, edhe agresori është ai që e ka barën edhe në fakt duhet me dhënë përgjegjësi në të gjitha format për ato që e ka bërë. E përmendëm më herët që prap na si shoqëni vazhdojmë me u përballë me raste të rënda të dhunës familje, të vrasjes së grave, të ngacmimeve seksuale në përgjithësi. A mendon që ka diçka që na duhet me urgjencë me trajtu? Domethënë unë personalisht e besoj që edhe niveli arsimor në përgjithësi duhet sidomos të gjeneratat që po ngjizën këtë shoqëni me nxit një vetdije për me kuptu çka është ngacmimi. Mandej ngacmimi ndoshta është veç trajta fillestare e dhunës, sepse edhe ajo është dhunë verbale, mundet me kalu në dhunë fizike, po kalon, na po e shohim që edhe po kalon edhe në marrje jetësh të grave në përgjithësi në Kosovë. A mendoni që duhet me trajtu ose ka një aspekt që na duhet në mënyrë më primare, a është arsimimi, a është të folunit në publik për këto fenomene që e keni bërë dhe ju për rastin e juja, po ka edhe diçka tjetër që neve po na shtyn çdo herë ma mrapa në këto çështje. Po është arsimimi, është edukimi, është se t'ja fillojnë prej rrethet familjar deri te institucionet tona ka nevojë
me marrë ekspert, me ba trajtime lloj-llojshme me secilin do profesion në Kosovë. Se t'ja fillojna me mjek, me polic, me avokat, kena na viktima të dhunës familje që shkon me dëshmu rastin edhe i thet policit që e ki burë dësh me duru, ai që donë edhe të re, ato jonë, këto sene nuk dohet me ndodhë. Dohet me pas një derë të hapt viktimat që mosh prej lirshëm, edhe si policia, si shteti, si krejt me i marë, si me i thonë, me i marë ato raste me seriozitet. E jo me i lanë ato anash. është diçka që unë edhe jam kështu, shme thonë believer që edhe shteti mendor, shëndeti mendor, lunë rol ti nuk mundesh në Kosovë me ullë, me këqyrë një debat, një diçka, gjuhën me gota, shahen, fyen, aja është një diçka që nuk jemi të rritur, dhe me ditë se që to gjëra nuk ndodhin Amerikas në parashkollor me nxënësa, se nuk dërohen. E këtu në Kosovë si ke pas se Sisil, e di ma mirë sonë se Sisil në për debata është diçka që. Ma bune një kritik me vend, unë e pranoj, unë s'kom gjuhë me gotë nëjherë, po e kom pranu shpesh herë edhe në platformat tona ku unë marrë pjesë që pyetjen e parë, në fakt, që kom bua dhe kolegëve të mi, kom thonë që nuk është rastishme pse jemi 5-6 burra në për debate. Kjo është një lloj pengese që me ose pa vedije na e kemi vendosur grave, sepse shihet që burrat mundin me bo gjithçka në shoqëni, sepse mendësia është ashtu, edhe deri diku është e pranueshme. Në momentin që një gru e bën një veprim të parafort për atë çka e bën burri, ku ta diun, ose në gjuhë, ose në mendime në përgjithësi, ja nisin me ataku, me sulmu, edhe me format ma brutale për me thonë që kjo po fol pa lidhje, kjo nuk di çfarë po flet. Na shpeshherë flasin pa lidhje, nuk na thot kërkush ashtu, se burrat e gëzojnë që të privilegj në shoqëni, edhe po mundohemi në fakt për çfarë sa muj me luftu qëtë mendësi, që mos me ardhë deri te ato pabarazite e thellume gjinore dhe shoqënore në përgjithësi. Ama Zënja Vasfi, unë mendoj që ju jeni vetë tash përjetuse edhe e shumë ngjarjeve, ndonë se keni qenë në Amerikë mas lufte, keni majt kontakte, keni vizitu edhe këtu familjare, rrethit shoqënor. Nuk e di pse kam një dilemë që ndoshta na kemi hezitu si shoqëni, për shembull me u trajtu çush duhet ata që kanë pësu trauma të rënda për gjatë luftës, jemi mundu tash më kthyt ajo që pranë ma herët me shti në tepih gjithçka, po kjo na është manifestu në forma që na nuk e kemi parashiku. Do më thonë, një bab dhunus në familje mas lufte, lehtazi është ndoshta edhe një bab që ka përjetu trauma të rënda në luftë. Edhe nuk duhen me shfaqsu asnjë agresor këtu, veç po du me thonë, a ka edhe pjesë tjera shoqënore që ndikojnë te një dhunus që ai me qenë i tillë, për shembull, nëse është arsimu që duhet, që gjatë atin kënd vogla në para 99-ës me pas arsimim që duhet, nëse është trajtu, apo nuk është trajtu në qendrat për rehabilitim për ato që kanë përjetu gjatë luftës, dhe shumë çka që po na përcillet në shumë gjenerata mandej te familjet tona. A besoni që ka pas një mënyrë tjetër, se tash s'kemi mundësi me kthy kohën mrapa me vepru ndryshe, po të paktën me na dhonë një perspektivë se çysh duhet me vazhdu na që këto raste mos me u përsërit në shoqëni. Çysh trajtohen në përgjithësi. Gjërat edhe përsëriten, është edhe se si jemi rrit ne, se femrat shqiptare janë mësu, janë detyru me duru shumë, me vitet e tëra. Po tash janë gjeneratat e reja që kanë ndryshu, femrat, po ndryshojnë rinia, po edhe do të si me thonë, si më shprej, me thy atë ciklin se si jena rrit na me, si me kulturë, si me tradita, me qëto break the cycle, se qysh jemi rrit na, e qysh i rritum na fëmijë, e fëmija tonë si do t'i rrisin fëmijën e vet. Është një diçka që nuk do vetëm Kosovë, ndodhin edhe në vende tjera, po dohet prapë me punu me secili me vetveten edhe familjet në shoqëni që për me thyç ato se
jo gruja që atë bënë është marrë, jo gruja se ta konkret turpi. E djemë, fakt kanë shumë liri, Kosovë, deli mashkullat, si me thonë pengesa madhe madhe, ose worry, si thojna, del djema ma madhe, thonë që mos na bërë na i bele në shpe. A me dalin femën, do të me pyta ta, do të më, është një diçka që femën, halo po munojnë me mojtë të shtypun. Unë në fakt e përmenëm edhe ma herët që këto pabarazi pra mujnë me ngushtu edhe ky lloj gap, ky lloj zvrastie me u afru atë pabarazive gjinore, shoqnore përmes shumë akterëve që bëjnë pjesë në një shoqni, edhe ata që kanë guxim me fol, edhe ata që kanë guxim me u rrëfy, edhe institucionet që duhen me bu punën e tyne. Me që jemi ka fundi, me pas se mjaftueshëm kemi marrë mesazhe që na kanë dhënë kurajo për jush, me pas një përmbyllje për edhe një mesazh se për gjithë ata dhe ato që munden me uni të handicapum, sepse s'mujnë me fol në mënyrën që keni fol ju, s'mujnë me u rrëfy në mënyrën që jeni rrëfy ju, nuk mund me pas ose nuk e kanë guximin me u përball, që e thatë dhe ju të spari me familjen, mandej me shoqnin, me tregu që ata ose ato nuk janë viktima e të mbijetum prej zgjedhjes së tyne, po kanë qenë në një situatë kur janë gjendë të kanë qenë të pambrojtun, edhe agresori ka pas emën në atë kohë, po agresori gjithmonë ka emën kur kryen agresion. Do kisha çmu shumë, sepse na kemi mësu shumë prej jush, na jemi frymëzu shumë prej jush, edhe si gjenerata të reja, besoj edhe gjeneratat më tjetra kanë mri me ndryshu perceptimin edhe bindjen për atë se çka është viktim ose mbjetume e dhunës seksuale në përgjithësi. Unë viktima po në parasysh të luftës atë paqes, unë kam dëshirën që ato të shprehen lirshëm edhe të kërkojnë drejtësi, pa marrë parasysh se kush e ka kry krimin, se dhuna nuk falet. Po kur që janë gatshme ato dhe me dalë me folë, se në tash nuk mund me thënë se s'let viktim del folë, se nuk është e lehtë me dalë me folë shoqërinë tone, edhe me ndoti në rrugë edhe se dikush kur të më shojnë mu, ka për atyne që thonë, kjo dhununja. Po ka dhe për atyne që thonë heroina e Kosovës, asë nuk përshëndetë veç si jam të kalua është... A ju shkrujnë, zëna, vasi, dishta kështu me pyet, a ju shkrujnë edhe nështë ta me kërku një mbështetje për jush edhe... Unë e marrë mesazhe, të numër të matë mesazheve prej viktimave të luftës, edhe është në diçka që më ndona me kanë shumë korrekte me këty përgjigje, edhe me këtë rastin e Ramadan Shorit. Kur ka kontaktu mu Ramadan Shori, edhe më ka përshëndet, më ka thonë Vasfia jam viktime dhunës, edhe unë s'kom hezituja ku më jap numrin. Edhe ka ndodhur që thashti, unë jam duke martu, ne jam më ka thirrë 2-3 natës, edhe unë ju kom përgjigj telefonit, jam dalë prej dhome, edhe kam bisedu me Ramadanin, o kam qajt, o kam bisedu me ta. Edhe është një diçka që unë e kom qef me afru se cilës viktim, që atë mundësi, që të shprehen lirë shumë me mu, se unë ja besoj. Viktima, unë ja besoj, se di çka është me kanë një viktim vetë. Kështu që unë shpresoj që tash edhe viktimat marrë edhe atë në zyre kërë kena në presidencë, me vizitu, me i paraqit ato pengesa çka i kanë, edhe me këshyrë se qa mundu me bana për viktimat e luftës, po edhe për viktimat e paqes, pse jo, me këshyrë me ndryshu në legjë, me prunaj eksperiencë për Amerikës se që shtrajtohen viktima, si ka ligji, si ka shoqënia, si familja. Këto janë qëllimet e mia. Qëllimi jam është veç me shërby viktimave të Kosovës, edhe me tregu botës se çka na ka bërë neve Serbia. Edhe pse ka herë nëse mendoj, edhe thon po dorëzona, është një diçka që ja kom jap veti këtë mension, edhe nuk bënon e kurse si mu dorëzu, edhe pse kam pengesa dhe prej njerëzve që mendojnë kështu, ka raste që edhe viktimat janë vetë viktima, edhe thonë se shqiptarët e kanë këtë mendimin që mu barazu, kush i pari, kush po bën që sene, po ka viktima që thonë, kur gjë nuk është rasti i Vasfijës, me ndrexhu shoqënia jo në rastin tam, shokohen.
po atëherë dilni folni. Kërkush nuk po... Unë mendoj që... E kjo është një diçka që na shqiptarët e kemi këto, që munohet dyqyshme, është... E vërtet është kogja e ullt, sepse këtu ka një diçka që qëndron pavarësisht kush ka kësi tendence me gjyku. Dhe me thonë, nuk ka mundësi që tjetri me ndërhy aq shumë, ose me tentu me ndërhy aq shumë në mënyrën qysh, se nuk ka këtu peshore, që po thënë edhe ju, nuk ka këtu peshore që dikush ka përjetu pak ma shumë, dikush pak ma pak, në kuptimin e dhunës, ose në kuptimin e ngjarjeve të rënda që i ka ndodhur atij ose asaj, secili që e gjen kurajon dhe që e ka gjetë kurajon me u përballë, e ata që nuk e kanë gjetë, në fakt edhe na si shoqëni jemi përgjegjës, që e folëm edhe më herët, që nuk i kemi ofruar kushtet rrethonat me ja u mundësu që ata me gjetë kurajon, me u shpreh, me u përballë me situatat që i kanë ndodhur. Unë për fund edhe një herë du me ju falenderu prej zemrës, keni pas ndikim të jashtëzakonshëm në shumë gjenerata, në shumë njerëz dhe persona që janë brenda kësaj shoqënie edhe më gjatë besojnë në botë, për shkak që keni tregu që me atë fjalimin, sidomos se më ka mbet si monument në kokë ai fjalimi juaj në kongres, ku thoni që agresori është duke u mshef skutave, e unë që perceptohem e jam mbjetume, unë jam tash ball hapun edhe duke fol lirshëm për ato që më ka ndodhur. Keni pas guximin kurajon me u përball, besoj që të parash sa kemi mujt për gjatë kësaj interviste ju kemi dhënë edhe hapësirë, mundësi e shpresë edhe të tjerëve që kanë përjetu ngjarje të rënda me u përballë me to, me pas mundësi, me gjetë forma edhe me na tregu ose me gjetë një kurajo për të paktën me kuptu se që ka ndodhur në fërsi, me veten e tyne dhe shoqëninë. Nëse keni diçka për fund, lirisht edhe si mesazh për shikuesit, edhe ju falenderoj edhe një herë. Ja, faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Jo, nuk është që kom diçka në mesazh, në veç du me i falenderu të gjithë përkrasit, të gjithë ata që më shkruajnë, që më japin shpresë me vazhdu tutje me misionin tem, se beso ka që marrë shumë për kroje prej shqiptarëve kudo që janë. Edhe me falenderu familjen tem për mbështetjen, me vite, edhe shoqërinë, edhe të mëhershme, po edhe shoqërinë që kam kriju këto 8 vjet të fundit me shqiptar, edhe është në diçka që janë shumë pak njerëz sinqerisht në jetën e të përditshme që i vlerësojnë vlerat e luftës, ashtu të mën qysh duhet. Unë për Elhame Muçollin që e ka jap nanën me 5.000 për lirinë e Kosovës, është një diçka që nuk mundesh as si me shpreh çfarë krenari është në pas një shoqe dhe shpeshherë na jena mdoket nuk ka person që e përmend temën e luftës në jetën e përditshme, bisedat e përditshme. Ma shumë thonë Elhamja përveç të cironat muzejt luftës, na dyja këto e kena kështu që edhe nëse tjerë të politikanë tonë e harrojnë luftën, i harrojnë ata që vdesen për lirinë e Kosovës, ka na që ja përcjellu mesazhin gjenerat aftarshme që nuk do të më harru se çka është ja për këtë tokë. Faleminderit shumë. Po bëni punë, angazhim dhe kontribut jashtëzakonshëm. Ju faleminderit. Shikues të dashur, një intervistë dhe rrëfim jo i zakonshëm në shteg, por gjitha falenderimet dhe kontributet që Vasfije Krasniqi Kudman dhe të mbjetumtë e dhunës seksuale dhe dhunave të tjera në këtë shoqëni kanë bë, na kemi për detyrë që me kriju një shoqëni më të shëndosh edhe përmes rrëfimeve, edhe përmes përmballjeve me ngjarje dhe institucioneve që duhet me bë më shumë në këtë drejtim. Ju faleminderit.